Në qytetin bregdetar të Durrësit janë ndezur dritat e festave të fundvitit, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë dhe magjike në këtë ditë të parë dhjetori. Qyteti i njohur për historinë dhe gjallërimin e tij është ndërruar në një mozaik ngjyrash e ndriçimesh që paralajmërojnë ardhjen e sezonit më festues të vitit. Rrugët dhe sheshet kryesore janë zbukuruar me dekorime të shumta festive, duke krijuar një pamje përrallore që të fton për shëtitje. Yje ndriçues, figura tradicionale të festave dhe instalime moderne prej dritash japin qytetit një pamje krejt të re. Në qendër të Durrësit qëndron i vendosur bredhi i madh i Krishtlindjeve, i cili me madhështinë dhe zbukurimet e tij shumëngjyrëshe është kthyer menjëherë në një pikë të rejse për qytetarët dhe vizitorët. Dritat shumëngjyrëshe, muzika festive që dëgjohet lehtësisht në sfond, televizja e vazhdueshme e qytetarëve të emocionuar kanë krijuar një atmosferë tërheqëse që e bën Durrësin edhe më mikpritës. Vezullimi i dritave dhe zbukurimet e shumta kanë sjellë magjinë e dhjetorit, e cila tashmë ndihet fuqishëm në çdo qoshe të qytetit bregdetar, duke shënuar fillimin zyrtar të sezonit të festave.